Batalioni i Inxhinierisë në kuadër të Armatës së Republikës së Maqedonisë i ka kryer punët për minimin e 4 shkëmbimeve të mëdhenj, duke ju vendosur 20 kg eksploziv, të cilët kanë qenë të lidhur në mënyrë serike. 2 nga shkëmbit ndodheshin në rrugën Shipkovic-Brodec, ndërsa 2 të tjerët mbi fshatin Shipkovic. Селаните от овој крај ќе може да се осеќаат сигурно. Fshatarët e kësaj ane mund të ndjehen të sigurt. Rreziku nga këto 2 shkëmbin është që të shkatërrohet rruga që tani ndërtohet, ndërsa rreziku nga 2 shkëmbit e tjerë mund të ndodhë në kushtet ku ka rreshje të mëdha të shiut. Në një farë mënyre, me këto aktivitetet e armatës mbrohet popullsia nga fatkeqësitë natyrore dhe ardhja e shkëmbimeve të mëdhenj me të cilët mund të shkaktohen dëme të mëdha. Нанесувањето на овие големи карпи кои можат голема штета направат. Për banorët e fshatit Shipkovic, aktivitetet e sotshme të armatës janë të mirëseardhura për largimin e shkëmbive të cilët erdhën si pasojë e vërshimeve gjatë vitit të kaluar. Këto shkëmbi kanë qenë rrezik permanent për jetën e tyre, si dhe kanë paraqitur problem në lëvizjen e lirë në drejtim të rrugës që shpihen nga fshati Shipkovic në drejtim të fshatrave Brodec, Veshall dhe Bozovc. Andaj banorët e fshatrave kanë kërkuar që rruga të asfaltohet dhe të ndërtohet ura. Pa vlerë ka, vlerë të madhe ka që i kanë bërë këta. Se ato fshatarët kur njëherë që ato se një hekan, as bagerat, as kur gjo. Vlerë të madhe ka për fshatin, ose për këtë rejonin që udhtojnë Brodeci, Veshall dhe Bozovca. Nuk mjafton vetëm thirrja e gurve, duhet me ndërtu edhe një urë. Me kryesore është ura që tash ndërtohat këtone, se kjo në mot ose në vjesht me radën i shiu i madh, prap do të bjerë vërshime. Prap rruga do të zinjet. Gjatë vërshimeve të vitit të kaluar që ka pluan rajonin e Tetovës, kishte 6 viktima, ku 3 persona ishin nga fshati Shipkovic, ndërka që një numër i madh i shtëpive në fshat u dëmtuan nga ardhja e shkëmbimeve të mëdhenj.